Se s'jemi pa prej koza moti. Letra nuk ka qenë e sinqertë. Unë në gjykimin tim fillestar, në momentin kur na ka dorëzu kryetari i partisë përmes Besjanit, do të thonë në minutat e para ku më pa në 3 pika të saj që është tendencioze, nuk është e sinqertë, edhe është interferon në punët e brendshme të subjektit tonë politik. Pse nuk është serioze? Pse nuk është serioze, sepse kërkesa për koalicion nuk bëhet me letër. Tendencioze? Tendencioze është për të treguar se kush është i mirë dhe kush është i keq brenda shtëpisë tënde politike. Edhe interferim është me folë në emrin të elektoratit tënd. Po t'ishte ashtu, ata i kanë pas adresat e votimit. Cili ka qenë qëllimi? Qëllimi ka qenë jo i sinqert, qëllimi është në nshtrimi, sepse është në logjikën e zotrit Kurti, në nshtrimi edhe egoja e një fituesit të pa kontestueshëm, ashtu siç unë e them shpesh, ashtu siç funksionon brenda lëvizjes vendosje. Jo zotëri, parti tjera kanë rregulla, kanë demokraci të zhvilluar, janë shtetformuese, nuk ta lejojnë as ty si oponent, e jo në bashkëpunim. Nuk mund të thuash elektorati LDK-s mendon edhe e dëshiron këtë koalicion. Ti mund thuash e atulemi, unë jam partia e parë, po të afroj mundësin, më armë me një trojez, ku ne mund të bisedojmë, a mundemi me bëhë koalicion e më udhëheq qeverinë e Kosovës me dhe institucionet e reja të saj. Po jo të me të regu komplet rrugtimin e pa ndërgjegjshëm në kuptimin politik, edhe në fund më të thajnë pak si shaka, po pse mës ta bëjmë ato aforizmat, dhe më thonë me një farë përbuzje, kështu letëzohet politikisht. Në mendin e tina i mund të ketë edhe mendime tjera, po politikisht është letëzu kështu. Edhe për këtë arsye është refuzuar nga kryetari i LDK-s, i cili nuk po thojmë një shpejtësi ta quajë të dritës, po një shpejtësi të shpejtë përmes me kriju amulli, ka propozuar që ta kemi një qeveri kalimtare, e cila e nxjerr Kosovën nga ky ngërç politik, pasi askush më askënd po them nuk dëshiron, edhe ka hezitime në bashkëpunim. Atëherë është bërë propozimi një qeverisë kalimtare ose të unitetit, spaku për një periudhë që nuk mund të jetë më shumë se 10 muaj edhe në përgatitjen e Kosovës për zgjedhje të reja. Ju propozoni një qeveri kalimtare. Çka ju bin juve edhe strukturat e LDK-s për një qeveri kalimtare? Është prapë zoti Kurti. Po neve na bin, sepse pavarësisht që ne kem dallimet mëdha me pothuajse me gjitha partitë politike. Pavarësisht që ne thojmë po ne kem pas programin më të mirë politik, edhe e kem pas. Edhe të tjerët s'kanë pas fare program, përfshi edhe zotrin Kurtin si rikandidim, si kërkesë për të qenë prap kryeministër i vendit, ne po i ofrojmë dikun, kryetari dhe ekipa e ngushtë 15 pika, cilat e nxjerrin Kosovën nga kjo katrahur ta quhet tash që është futur edhe politike, edhe ekonomike, edhe agjentes integruese, edhe zhvillimore, edhe inflacionit, dhe janë vijat e trasha, kushdo që vije, edhe me zgjedhje të reja, të shkojë të ketë një dakordim edhe një agjendë shtetërore. Kur do të ishte kryeministër kësaj qeverie që po mungon agjenda shtetërore. I ka munguar zotrit Kurtit. Po pse ne mos të ofrojmë një konsenzus stil edhe si përgjithësi e LDK si parti institucionale. Kush do të ishte kryeministër kësaj qeverisë tranzitore? Se zoti Haradinaj pa propozuar një farë qeveri e kryeministri rotacion. Jo, nuk mund, unë mendoj kur të kalon në qeveritë e tranzicionit ose qeveritë e unitetit, atëherë duhet gjetet një emër i përveçëm që nuk është i veshur vetëm me petkun politik dhe nuk është i ngjyrosur me asnjë spaku, nga asnjë subjekt politik. Edhe pjesa tjetër ndoshta më shumë lidhet me pjesën profesionale, po edhe të përcaktimit të subjektit. Si komentoni reagimin? Përderisa reagimi juaj, oferta juaj është komentuar shumë nga eksponentëve vendosës. Po nisë pi reagimit parë. Ka qenë i pa arsye. Reagimi i parë ke thashë televiziave vendosës. Pikërisht po shkojna me 3 reagime. Kjo është koha e unmikut, na kthen në një kohë të kalume, kur është dashur të ketë grup të unitetit. Po mirë, po dhe atëherë ku një arsye, se dhe atëherë ka pas qeveria, ka pas edhe presidencë, ka pas edhe pozitë dhe opozitë. Por kanë bizotruar arsyet që të ketë unitet për me mri deri të pavarësia e vendit. Edhe tash po shihet haptas, ti s'po mundesh me ecë me dialogën. E ki vënu vendin në sanksione. Ki bo marrëveshje të këqija dëmshme për Kosovën.
E ki bo marrëveshjen e ohrit që ka me na najt mi qa. Nuk e ki respektu dhe nuk e ki marrë parasysh marrëveshjen e Washingtonit. Do me thonë, ka elemente aq të këqija që i ka vendos në vija trasha zotri Kurti që krejt prap mu bo bashk. Edhe mi u dhonë drejtim, prap ka me qenë problem i madh. Refuzimi i dytë pjesë që ju. Refuzimi i dytë, Pa PDK-n, s'muni me hi, si jeni të lidh me ta. jo brana, që ku e E kem... ju pa PDK-n nuk muni me funksionu. Si komentoni këtë akuz? Që ku e kem PDK-n aty, edhe AKN, edhe grupe tjera minoritare, ka mujtë mu kalu kryetari i kuvendit edhe pas të parit mi kalu të dytit. Do me thonë me konë ashtu si shpëthojnë ata që me pas dashnit madhe cila edhe fare nuk ekziston, as si përcaktim politik, as ideologjik, as nuk është tem në lidhjen demokratike të Kosovës. Do me thonë nuk po flasë si refuzim, po s'ka të bajmë me këta. Kjo është gjuha e tyne që është në vazhdimsi polarizuese, është ofenduese, edhe është jo bashkëpunuese. Se para dite të shajnë, në mes dite ja fillojnë me të marë me të mirë, dikun ka ora 3 dojnë shumë, në ora 6 i binë pishmon, kretë që kanë thonë të në kohën, edhe prap të kthehen të shanë të linqojnë edhe të ofendojnë. Kjo është fjala për vetëvendosin? Për vetëvendosin. Po kudanë se të ekipanë me në gjesë, që shqohen si jerëm, ku të vinë, ku vend, tu hinë, ku vend, keme bo kështu, keme ja bo kështu, këta e në kështu, kështu. Ku të hinë mrendën aty, i nënshtrohen një farë qetësie, buzëqeshje, të bohen ma demokratë se sa vendet që me demokraci të zhvillume. Ka të dalin, si marrin numrat, herë ju binë P57, 54, 51, 53, dalin prap kthehen në gjenes të shares, fyres, linqime dhe të një mundohen. Po ti nëse mendon që LDK nuk është e dashërume në atë kuptimin që po japin ata me partitja, pse po e lutë me bo koalicion? Në më thonë, nëse është veç atë pyetja, që ku e ki PDK-n? Ne e kemi thonë, ma letë e ki me bo koalicion me PDK-n. Sepse ideologjikisht jeni matë për afret. Ka njëherë thojme edhe pak, ata dhe vetë janë themelus të tyne. Dyshani që PDK ka themelu vetëvendosjen? Jo, i ka themelu ai dora aty dhe kërkone e parapolitike, Shigi ka mërit,